Hetimi për furnizimin me naftë për termocentralin e Negotinës gjatë krizës energjetike është ndërprerë në mungesë të provave. Sipas prokurorisë themelore publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit në hetimin që zgjati një vit, nuk ishte vërtetuar se të dyshuarit i kanë kryer veprat penale për të cilat akuzoheshin. Bëhet fjalë për hetimin që u hap ndaj 13 personave, përfshirë pronarin e Pucko Petrollit, Asmiria Hoskin, ish drejtorin e arratisur të EMV-s, Vasko Kovacevskin, e të tjerë. Pas realizimit të procedurës hetimore një vjeçare, prokurori kompetent solli vendim për ndërprerjen e hetimit në lëndën e lidhur me blerjen e mazutit për nevojat e termocentralit Negotin. Nga provat e grumbulluara, nuk është vërtetuar se të dyshuarit i kanë kryer vepra penale për të cilat janë ngarkuar dhe as nuk është vërtetuar ekzistimi i ndonjë vepre tjetër penale që përndiqet sipas detyrës së zyrtare. Për këtë vendim, VMRO DPMNE kritikon shefin e prokurorisë themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit Islam Abazin. Thotë se gjithë publiku në këtë rast skandalos pa pastrim parash, krim dhe helmim mjedisor, vetëm Islam Abazi nuk pa asgjë. Islam Abazi, fqiu i Ali Ahmetit nga Zajazi, po i shërben pozicionit të tij të sapo fituar si kreu i prokurorit publik edhe në ndrejtimin e treshës Filipçe, Ahmeti dhe Zaev. Ai mori vendim për të ndaluar një proces gjyqësor në të cilin të dyshuar, ndër të tjerë, ish antari i LSD-s dhe i arratisur nga drejtësia Vasko Kovacevski dhe djali i një deputeti të BDI-s, Asmiria Hoski dhe Ratko Kapushevski. Ratko Kapushevski dhe Ergjan Sulkovski dyshoheshin se kishin paraqitur dokumentacion të rrem në periudhën 2021-2023, si themelues dhe drejtues të subjektit juridik, duke shkelur me vetdije rregulloret për procedurën e një thirrjeje publike për furnizimin me naftë për nevojat e termocentralit Negotin, dhe me qëllim mashtrimin e kontratës, ata nuk i përmbushën detyrimet e tyre dhe shkelin rregullat, duke realizuar përfitime në shkallë të gjerë. Ish drejtori i përgjithshëm Vasko Kovacevski dhe të tjerët u ndoqën penalisht sepse dyshohej se kishin dieni se personi juridik nuk i plotësonte kriteret e kërkuara për furnizim publik, ndihmua në lidhjen e kontratave të furnizimit publik në favor të tij dhe i mundsuan atij të furnizonte naftë deri më 24 shkurt 2023.